Në studio kam kënaqësinë të kem në studio në këtë moment deputeten e Partisë së Lirisë, zonjën Erisa Xhexha. Zonja Xhexha, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi gjithmonë. Atëherë po nisim një bisedë me zonjën Xhexha pasi kemi parë një kuvend ditën e djeshme i cili me sa duket është një kuvend që po tenton të mbrojë aferat korruptive të kryeministrit dhe ministrave të tij, zonjës Balluku, një mbrojtje i cili ka ndëshkuar edhe Shqipërinë për antarësimin në Bashkimin Evropian, është blokimi i raporteve i bar dhe sigurisht çfarë po ndodh në këto momente me Kuvendin e Shqipërisë apo i përgjigjet aspiratave të qytetarëve shqiptar? Fakt, procesi integrimit evropian ndodhet në një moment shumë kritik. Padyshim që prej janarit, raporti i barit, që është një raport i ndërmjetëm i kritereve dhe standardeve që do duhet plotësoj Shqipëria si një raport kyç për mbylljen e gjithë kapitujve të negocimit. Pra pak të raport, ne nuk mund të mbyllim asnjë kapitull. Një raport që thotë zoti Balla, do jemi në Bashkimin Evropian deri në 2030. Zoti Balla mund të vërë shumë detlajne, çështja është që procesi integrimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është thjesht plotësimi i disa ligjeve, miratimi i disa reformave, por vullneti politik dhe zbatimi në realitet i këtyre standardeve. Dhe fakti që shumë nga shtetet evropiane kanë dhënë shumë pikpyetje, sepse ky raport mbulon edhe kapitullit 23-24 që kanë bëjnë me reformën drejtësi, kanë bëjnë me shtetin e së drejtës, demokracinë, zgjedhjet dhe çdo gjë tjetër, kanë ngritur shumë pikpyetje, sidomos padyshim me bllokimin e imunitetit për rastin Balluku, që tregoi fare qartë 83 vota, të cilat treguan fare qartë jo vetëm pengimin e drejtësisë në vazhdimin e hetimit ndaj zonjës Balluku dhe ndjekjes penale, por nga ana tjetër dhe bllokimin e procesit integrimit evropian. Ju keni parë deklaratat të menjëhershme që bëri ambasada britanike, ambasada gjermane, e gjitha me radhë, sepse nuk mund quash thjesht miratimin e reformës në drejtësi një sukses, apo kur përndiqen kundërshtarët e tu politik reforma ecën shumë mirë, ama kur kjo reform vjen tek numri 2 i qeverisë, që praktikisht është numri 1, sepse çështja Balluku e dim gjithë që është çështja Rama, ti përdor 83 mandate si një mburoj politike, përdor parlamentin si një absolutisht veten e vet. Absolutisht veten e tij, sepse e dim shumë mirë që çdo urdhër të çdo afere korruptive e ka dhënë zoti Rama dhe padyshim kemi një ndryshim të qasjes. Pra nëse Partia Socialiste deri dje thoshte që unë nuk bëm zyrë avokatie për askënd, që nëse do të vi një kërkesë spakut për heqjen e imunitetit të deputetëve apo të ministrave do t'ikte direkt. Për shumë persona mburoi kryeministri Edi Rama, për zonjën Karçanaj deklaronte që e shkreta është me qera, nuk di t'ja pas makinës, por rezultoi e kundërta. Absolutisht, edhe në fakt dosja Akshit është një dosje absolutisht që e ka cituar tashmë SPAK qeverinë shqiptare si një grup të strukturuar kriminal. Pra atë që thoshte opozita gjatë gjithë kohës, që këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me një keqeverisje apo një qeverisje të korruptuar, por kemi të bëjmë me një organizatë kriminale, dhe ajo dosje e cila ka brenda ka pengmarrje të biznesmenëve të ndryshëm, ka pastrim parash, ka vjedhje miliona euro dhe koordinatori Gysagasi ishte pikërisht ai që drejtonte në fakt gjithë afera korruptive të Akshit, dhe absolutisht në prononcimet e SPAK-ut, imagjinoni ku ka shkuar nga 33.000 euro që kishim verat, ka shkuar në një kuti verash ku mbajshin 200.000 euro. Do me thënë, jo vetëm korrupsion, po ky është korrupsion masiv. Ka shkuar në nivele shumë të larta korrupsioni kësaj qeverie, dhe padyshim që në gjithë këto afera është kryeministri Rama, sepse kemi të gjithë shumë të qartë që askush nuk ka ngrënë askund as dardha mbrapa krave të kryeministrit. Po citojmë këto dy raste, është Balluku dhe Akshi. Qoftë për zonjën Balluku, thuhet që është Rama, dosja Balluku është dosja Rama. Për Akshin, përflitet që është i përfshirë Baxhanaku i tij. Pra këto dy dosje, a mund të shkojnë ndonjëherë deri në fund nga ana e SPAK-ut për të vënë përpara përgjegjësisë abuzuesit e